e mora fuqin, i mblodha forcat, piva 2 kg raki edhe dola në skenë. Në çdo qendër masazhi që shkoj, jo bëj të qatë në fillim, shiko vetëm shpatullën të lutem. Shpresoj që kanë ca këndvështrime që s'para i pret zakonisht edhe më shumë i bën surpriza për të qeshur se sa e fillova me Nirvana, po u rrita u poqa me Metallicat. Më ka rastisur që kam patur njerëz në sallë, që ishin dukshëm në kemioterapi dhe aty janë ndjer keq domethënë. Pavarësisht se shakaja nuk ishte spotale, isha me sëmundjen. Më dojen do ta tratoj, po e shpall që tani që tash i mbi vlerësuar mund të jetë i mbi paguar, po kush jam unë që të them që ore pse jepni kaq shumë këtij. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotekës dhe mirë se erdhët në episodin e radhës e mërkur, ora 17:00 në gjen këtu së bashku me kolegun Egon Loli. Përshëndetje. Po përshëndetje. Po shkrifem pak nga kockat, nga brinjët, duke di. Mosha Egon, mosha. Po jo më ditë punës e gjatë sot çamoshe, është. Po shpresoj të kaloj mirë. Po prandaj të sjellim tu çdo të mërkur, duke ditur që e ke ditën e ngarkuar që të shplotesh edhe të miq, po ju energji pozitive. Si jeni ju? Me mesin, me brinjët, me shtyllën kurrizore, si jeni? Jeni në makinë duke vajtë në shtëpi, unë shpresoj që sot kalojmë sa më bukur së bashku edhe të marrim sa më shumë energji pozitive dhe të qeshim. Aman, thuaj një herë atë, më ka marr malli shumë. Më ka marr malli shumë, po mua më merr vërtet malli, nuk e them thjesht për të dukur. Po nuk e vendosa kurrë në dyshim këtë. Më merr malli se marrim shumë energji të mirë nga ata që ta dëgjojnë. Po, edhe marrim edhe energji të mirë nga të ftuarit që kemi. Sigurisht. Me ne është Bes Mustafaj. Nuk si e bët lidhje në po prisja si do dilte emri. Të doli emri. Pa nisi nga dhimbja e mesit, thashë do më lidhje me dhimbjen e mesit, po jo. Si e dhimbjen e mesit? Si ke dhimbjet e mesit? Po deri tani mirë jam. Do të thënë ke dhimbje mesi. Po. Të gjithë kemi dhimbje mesi, po megjithatë Bes Mustafaj bën stand-up comedy, një nga më të mirët besoj unë. Duhet ta keni hasur ose diku ku ka qenë duke ndër 40 më të mirët në Shqipëri. Mama tani. Po sa janë Jo, realisht unë prej kohë është të ndjek në rrjetet sociale, në videot ndryshme që shfaqesh. Dhe është një humor i zi që më lezeton, më vlla, më pëlqen. Po faleminderit. E vërtet është. Modestia është pikë fort. Do ta vini edhe në vazhdim. Po dëgjoj, Viola, kur më the që do ftojmë Besnik Mustafajn, thash, do ftojmë ish ministrin, thash, që bëhet kështu. Të kanë gatruar, besoj gjithmonë me. Se un Besin e njoh Bes Mbase në rrjetet sociale. Po, emri i artit. Bes Mbase. Pse Bes Mbase? Mbase çfarë? Po, mbase për jetën. Se jeta është e mbushur me ndoshta me mbase. Kot i gjëra kështu mendime gjimnazi që kam menduar që në vitin e dytë kur mendoja kështu si imo atëre që a ekzistojnë në vërtet. Ke pas floka. Po, imo kanë ato flok. Modelin e tyre karakteristik të flokëve me ato prerje. Deri në atë pikë nuk kam shkuar, po që megjithatë mendoj që kanë gjithë goxha ky emri i artit, Bes Mbase. Po tani nuk e mbaj mend, domethënë se urita. U plaka, I rio burr tash. Ke di pse kemi arritur në një fazë që ja edhe unë që jam në 20-tat e mia, Egon e di sa është, nuk e di sa vjeç je. Unë 73 bëj këtë vit. Okej, edhe një. Faleminderit. Po edhe vetë kam thënë u plakëm, ndërkohë që ata që janë vërtet të moshuar me super energji, unë ndihem super ziliqare kur i shoh që bëjnë edhe kështu stërvitje. Ku i shikon këta? Unë vetëm pleq që shikojnë këto. Për zotin kam parë në kino studio. Janë një grup zonjash që duhet i kenë kaluar të 60-tat. Qa stretching që bëjnë të jashtëzakonshëm. Zuskat. Megjithmend, unë vetëm pleq që shikojnë kështu foto të këtyre lajmërimeve me vdekje, shikoj që shohin kush e ka radhën tash. Edhe ato e kemi parë. Janë edhe ca që ngjisin këto, bëjnë hiking, ngjisin malet. Kam parë edhe unë kur ngjisi atëre, po ta merrnin kthesa ata të kështu të turpuronin fare. Po, këta po i kanë vënë edhe unë Korçë në Moravë kur ngjiten ndonjë, unë mezi ngjitem, më kalojnë pleq kështu nga përpara se
Ose ata nuk janë të angazhuar, nuk kanë kaq punë sa kemi bëjnë edhe ne. të përditshme, thon. Nuk lodhen, Jemi të zënë, jemi shumë të zënë. Jemi vërtet. shumë të Jemi shumë të zënë, jemi në moshën e produktivitetit. Tani, ne folim për emrin tënd, që është në fakt Besnik, po emri i artit është Bes mbase nga mbrapa. Tash thjesht Bes, Bes, pra. Bes. A je aq besnik sa emri yt? Në lidhje me çfarë? Me lidhje me gjithçka. Po përfshim çdo Kam marrëdhënie. përshtypjen se po, domethënë ndikon një çik ky emër që se kur e ke që i vogël që je mësuar me atë emër që besnik, edhe besoj dhe më është ngulitur pak në Besnikëria. ndërgjegje, po. Tani, Edhe s'më ka rënë rasti në fakt, po ta shohim. Se si duket kur gënjen ose kur bën ndonjë gjë, kështu që. ky është një episod që unë jam e bindur do qeshim shumë me gong, Po, kështu do qeshim që shumë. më do e humbas edhe atë 1 Gënjeve kilogram që në fillim që i do. kam premtuar. Po jo. Do e humbas edhe atë 1 kilogram që i kam premtuar vetes për këto 3 ditë, kështu që faleminderit shumë. Qesh edhe ti më qesh. Do qesh dhe unë do humbas sa kilogram. Sidomos e gonin do ta bëjmë shumë për qeshur sot. Se ka pas një ditë ngarkuar, i dhëm Messi. Po vendosit një si sfidë, kush po bën më shumë ti apo Besi do. Po, unë e kam provuar, nuk është se kam nxjerr gjë në dritë, kështu që Jo, e ke gabim. Mëzur janë këti mua, tash do të bëj patjetër për të qeshur. është e vështirë të bësh njerëzit për qeshur. Po Po varet. është edhe s'është. Do me thënë ideja është që është diçka që të vjen natyrshëm, është e lindur apo ti bën një skenar dhe përgatitesh mirë për këtë gjë? Për të ardhur tek për stand-upin përgatitemi. Domethënë zakonisht mbajmë këto pikat shënim që një ide që na vjen e mbajmë shënim edhe e kuptojmë që në fillim që këtu ka diçka mund ta çoj diku këtë kështu si. Po pra, domethënë puna më e madhe është të gjesh idenë që i bën njerëzit për të qeshur apo një ide të çfarëdoshme ta përpunosh mirë, ta sjellësh në formë. Dua ta kuptoj këtë procesin e stand-upit, prandaj të pyes. Po në fakt është kjo e përpunimit të paktën për mua. Se ka raste që gjej në një temë që them kjo ka diçka. Mirë, po në të vërtetë s'ka asgjë. Më të vështirat janë këto që duket që janë vetë për të qeshur temat. Edhe pastaj kur i merr për të përpunuar, si përpunon dot fare se s'ka asgjë atje. Çfarë mund të shtosh? Është vetë e tillë domethënë. Po, zakonisht temat më të vështira që ti thua këtu skeçar gjen, po kur ja gjen atë kleçkën pastaj të humorit ato dalin më të bukura. Ajo do një mendje kreative dhe jo të gjithë janë të prirur ta. E vërtetë është vetëm unë mund ta bëj këtë. Ni, si ke qenë ti fëmijë? Pra isha ai fëmia që mblidhte tryezën me tritur edhe ja plasti një batutë të gjithë qeshnin apo erdhi me kalimin e kohës? I vogël fare madje kam qenë kështu si tip debili, kështu i kam qenë i urtë, kështu i pastaj këtë nga gjimnazi sikur zbulova humorin edhe atje fillova. Ku qeshnin më shumë? Qeshnin gocat e klasës e përdori kështu për Po gocat e klasës qeshin më shumë se si i ngacmoje, si i bëje për qeshur. Po me batuta kotin, domethënë edhe Sa ato pashie pas ka qenë. Batuta si situacionale, domethënë shfaq atyre që qeshnin, jo. Dhe kur fillove ti ta mendoje seriozisht këtë punën e stand-up comedy? Po kur fillova fillova punë direkt kështu me pasi shkroja kështu statuse në Facebook. Domethënë thjesht zbulova në fillim këto kuotet që ishin me pak humor, kështu edhe në fillim thjesht i bëja copy paste i hidhja në Facebook. Po pastaj thash mos filloj të shkruaj vetë këto, bëj sa gjëra. Sigur çfarë bëjnë ta më shumë se unë. Normalisht ishin shumë të këqija, po prap kishin reagime. Aty kishe vetëm fisin apo kishe edhe një Jo, fisin, shoqëria, qeshnin sa edhe? të huaj kot pa lidhje, aty në Facebook kishin vetë huaj, nuk e di pse. Se ç'kisha sa nga Irlanda. Po, ta jepnin për kortezi besoj, domethënë kështu. Po, ma e shikoja që kishte një farë reagimi edhe fillova po e bëja si të përditshme, pastaj. Ore me që më përmend Irlandën edhe këta të huajt, nuk e di po ndjej nevojën t'i them faleminderit vendeve që na ndjekin te kinoteka. Po. Se janë shumë, më fal Obes, Jo, po dua ta bëj realisht këtë Hajde. sepse u impresionova. Shqipëria po, se jemi këtu në vendin ton, Itali, Gjermani, Shtetet e Bashkuara, Greqia, Mbretëria e Bashkuar, Maqedonia, Zvicra, Franca, Kanadaja, Austria, Belgjika, Suedia, Malizi, Spanja, Filipinet, Norvegjia, Serbia, Holanda, Indonezia, faleminderit shumë. Sidomos Indonezis, faleminderit. Indonezia që na zjarr. Faleminderit shumë. E ma ai sa janë. Dhe me qira fjala Viola sa i takon Spotify-t, me që ti përmendë YouTube-in, në Spotify na ndjekin dhe i falenderojmë shumë Shqipëria, Gjermania, Shtetet e Bashkuara, Suedia, Italia, India, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Finland, Zvicër, Greqi dhe Francë. Shumë faleminderit, ju duam shumë. Ju të indis shtojeni pak dorën se jeni goxha, kështu që edhe mund të bëni më mirë. Po faleminderit shumë që na ndiqni. Mbaje dorën diseni pastaj. Tani,
Hajde bëhemi serioz. Bëhemi dot serioz. E pamundur, misioni e pamundur. Ose duhet bëhemi serioz në fund Pastaj ditës. pse duhet bëhemi serioz? Mirë ke. Për të folur për stand-upin shqiptar, cila mendon ti që është pika që e bën të veçantë në raport me atë që ne dëgjojmë nga komediantë huaj? Asgjë. Asgjë, nuk është realiteti shqiptar një pikë që në një lloj forme jep një qasje tjetër. Se për shembull ti nuk mund të bësh dot humor për situata indiane, me që ra fjalët e India, se kupton njëri. Jo, e vërtet është, po domethënë kështu si zhanër po them më shumë. Si zhanër, po timin e zhanër, nuk formatit. Ka ndonjë gjë të veçantë ky që është tipik shqiptar, stand-up shqiptar, domethënë i njëjti stil është. Pavarësisht se flitet për situata të ndryshme që ndodhin në Indi ose në Indonezi. Për shembull, në Indonezi bëjnë stand-up këta fëmijët që qepin këpucë, ku diun. Tu ne çfarë bëjnë fëmijët, apo s'bëjnë punë fëmijët në Shqipëri? Tani realiteti i hidhur është, realiteti i hidhur është që kemi në rrugët e Tiranës po dalësh shef fëmijë që ndalojnë për të larë xhamin e makinës, apo shef fëmijë që dalin shesin ato trëndafilat sa e kanë rrit çmimin. Pra se na pikin këta fëmijët na ajutën në ekonominë. Pra ndodh edhe këtu, po pa çka se ne jemi vend shumë më i vogël. Domethënë ndryshon situata deri diku, po pak a shumë e njëjta gjë, nuk është se nuk shpikim gjë të rene, domethënë. Po do ishte shumë e guximshme në fakt që të bëje një stand-up për këto që janë edhe si kështu si plagë sociale, po them. Gjë që po ti trajtoje po them në një mënyrë të mirë. Shikon, ne këtë përpiqemi të bëjmë zakonisht, po na e marrin sikur ne tallemi me këto plagë sociale për shembull. Se unë përpiqem të përdor këtë pjesën e plagëve sociale për të nxjerrë një mesazh në fund. Mirë, po. Qartë. Zakonisht e marrin kështu që ja ti tallesh me këtë. Për shembull, një nga temat që s'kan kuptuar fare çka ke dashur të thoje. Po një nga temat që edhe kam marrë edhe kështu mërzitje. Mërzitje. Mërzitje nga ropt. Po kisha një për këtë punën e konsentit seksual, se në Shqipëri është skandal, është 14 vjeç. Martesa këto. Konsenti seksual. Edhe kisha ndërtuar një marrëdhënia seksuale po thua. Po. Më e hershme që fillon ndodh mes. Po, është 14, është ligjërisht është 14 vjeç. Po, më duket, po. Edhe kisha ndërtuar një material në lidhje me këtë, po ma morën sikur unë po isha edhe unë sikur isha pro e kësaj ishte. Po çfarë ti bësh tash? Po ç'a mendon ti në momentin që njerëzit nuk kuptojnë, nuk arrin të nxjerrin thelbin e asaj që ti ke dashur të thuash? Po keq më vjen të them të drejtën, po tash nuk mund të fitojmë të gjithë. Zakonisht besoj këto reagimet vijnë nga ata që ndjekin nëpër rrjetet sociale, sepse ata që vinë edhe ndjekin nga ata që vinë e din tashmë se si funksionon edhe që janë ndodh, po. Po fillim fare kur u përballë me publikun, kishe frikra të tilla, mos më sakatojnë me komente për këtë që po them. I kisha, po zakonisht i kaloj me alkool këto. Po, i kaloja se tash jo, nga që e kam marrë çik dorën tani këtyre ndjesive të frikës edhe. Po mirë. Po. E ke te kaluar se tani u bën vite edhe normalisht është diçka e cila do apo s'do, do mësohesh ti me ato ose do mësohet ajo me ty. E vërtet. Po do mendosh thellë. Si janë këto punë? Si janë këto punë thuaj. Më thuaj një nga performancat e para në publik, ma trego pak, ma përshkruaj si ishte, kjo ishte fiks nga do pyetjet që nis. Po më shumë mbaj mend performancën e keqe, se ato të fiksohen. Okej, edhe ne ato duam të dim. To të mirat i bën dua sa mirë edhe kalojnë, po to të këqija të nguliten kështu në. Edhe ne aty do bijem në atë pikë. Se kjo punë e stand-upit ka edhe këtë që një ditë funksionon, një ditë tjetër i njëjti material del grop. Se varet shumë nga njerëzit që janë atje. Okej, dhe cili është një material nëse mund na tregosh një rast? Po është pak i rëndë si po material. Po sa më i rëndë aq më mirë burr ç'a thua. Po kam patur një material për horoskopin. Okej. Horoskopi. Po se thuhet për horoskopin që ndikon shumë në karakterin e njeriu edhe. E ke ndjer ndonjëherë sa keq jemi kur është në një planet retrograd? Jo, fare. Edhe po e them kështu thuaj shkurt që ideja është që për mendimin tim në karakter nuk ndikon në horoskopi, po ndikon në kaluara. Për shembull, kur kam qenë i vogël më ka abuzuar gjyshi. Edhe besoj se kjo ndikon më shumë se sa ti je shigjetari. Si të ka abuzuar gjyshi? Tani
është pak e trilluar si situatë, po që po gjithsesi me këtë lloj shakaji që e kam më të ndërtuar në stand-up sigurisht, zakonisht kanë qeshur njerëzit. Kur e bëra një ditë në një sallë që ishte plot me njerëz, që ndoshta e bëra edhe në vendin e gabuar se kishin ardhur për tjetër gjë njerëzit aty, mora një heshtje kështu një 10 minutë që vrastare që më krijua një vrim e zezë në gjoks. Edhe si shpëtova domethënë nga Më shpejt po mbyllet vrima e ozonit se sa ajo vrima jo. akoma dhe sot e kësaj dite e mendoja atë. Po që ndodh. Dgjoj, po kështu qeshës me lek, ke aty në këto raste? Ja mos kemi arritur akoma në atë pikë. Po se më çfarë shkruar Ardi Xhebre. Jo, po në këto raste po them, kur ka heshtje, dikush që ta ndezi. Jo, se duam ta shijojmë me datë se ajo të ndërton si njeriu, të bën këto eksperiencat e këqija të ndërtojnë kot. Po jo, e kam me gjithmonë. A ka njerëz aty tek stand-upet e tua që qeshin për inerci? Domethënë thua çfarë thua ti, ata kanë parasysh që ti do thuash patjetër në një gjë për të qeshur, edhe qeshin. I ke të vazhdueshëm aty të përhershëm, ku diun. Jo, problemi është që ka njerëz që kanë pritshmëri për këtë, që thon tash do dal këtu do qeshim ne. Po pra për këtë po them, po. Po edhe presin të qeshin, por kur dalim ne grop që themi budallë që kot, aty zgënjen 2 fish më shumë, se ata presin që kush di çfarë do themi. Ne tash jemi gjithmonë të aftë të bëjmë njerëzit për të qeshur, edhe aty na goditet 2 fish më shumë puna nga. Po nga vjen kjo, pra të mos qeni të aftë në një moment ti bësh njerëzit për të qeshur. Po janë punë të Zotit tash. Ama se kanë seriozisht. Po thjesht një shaka që e ndërton është e mirë, një tjetër s'është e mirë. Po si e kupton ti që ajo është shakaja që duhet dalin sken? Po një perceptim e kemi. Po ama ka shumë nga këto që unë mendoj që me këto do vras, do shqyet publiku me këtë, nuk marr asnjë reagim, për shembull, mos e ndonjë ha. Edhe çfarë do të thuash në ato momente kur qeshin? E kalojmë, kalon të batuta tjetër. Tek batuta tjetër, nuk të ndikon tek vazhdimësia e performancës? Në fillim po. Po pastaj kur e kupton që është gjë që ndodh shpesh edhe është pjesë e profesionit në thonjza, është atje, nuk. Po, gjithsesi nga reagimet që kanë parë zakonisht njerëzit qeshin. Mirë, nuk kemi keq. Me të qeshurat jeni mirë me numrin e qeshurve. Po kjo është gjë e mirë. Ore, nuk ka gjë më të mirë se sa ti bësh njerëzit për të qeshur. Absolutisht, dhe nuk është e thjeshtë. Se për çfarë kemi seriale turke, po për të qeshur nuk është e thjeshtë. Si po qeshim se Shiko, nuk besoj që ke menduar ndonjëherë të bësh aktor komedie, ku diun. Aktor jo. Se aktor të bësh aktor komedie duhet të kesh aftësi aktoriale që edhe aftësi aktoriale. Si kam. Se stand-up është më thjesht tregon eksperienca, mendimet e tua, nuk është nevoja të. Po e patë është më mirë akoma që të kesh dhe aftësi aktori, po që unë nuk i kam edhe. Pse është më i thjesht stand-upi? Më duket e vështirë sepse je one man show. Jo, nga në aktrimit. Nga në aktrimit, po aty. Nuk është nevoja të qash që ta shpresh keqardin apo dhimbjen. Thjesht mund ta thuash me fjalë. Okej. Mua po më shkulet zemra, nuk kam nevojë të bëj kështu sikur po qaj që të tregoj që jam që i prek. Dhash një shembull goxha të mirë, po nuk ma vlerësua. Po besoj kështu drejt. Po shikoj, ideja është që në stand-up komedi është më e thjeshtë se je vetja, pra nuk futesh në personazh, po mendoj është më e vështirë se duhet të bësh humor me gjëra që janë të kontekstit. Pra nuk ke një skenar aq të strukturuar si rasti i aktorit. Po. Ndërsa me aktorin është e kundërta, që të ndihmon skenari, po nga ana tjetër duhet të kesh aftësitë aktoriale pastaj. Po. Pastaj cila ka të vetën tash që. E vërtetë. Po si të shkojnë ditët zakonisht për te përgatitjes për stand-upet, për ato që ti bën, a ka diçka tjetër paralelisht me cilën merresh? Po, kam një punë të përditshme. Okej. Është gjysmë punë në fakt. Po stand-upi nuk është më merr shumë kohë nga dita. Është zakonisht kur më godet një ide, thjesht e shënoj, e mbaj shënim në telefon dhe pastaj i rikthehem në darkë ose kur të kem mundësi. Nuk është se na merr kohë nga jeta apo. Pra, ajo çfarë un kuptoj nga përgjigjja jote është të jesh komedian stand-upi në Shqipëri nuk të bën edhe me para apo jo. Me para. Të jep buk stand-upit themi. Të ardhurat mira sa mos kesh nevojë të bësh një punë tjetër. Në pikën që jemi ne me këtë Comedy Thursday, që jemi 5 top komedian që e bëjmë 2 herë në muaj. Tani ka filluar po jep, po pikon. Okej. Kështu që domethënë s'mund të flas për një tek stand-up komedian që ti them që ore ka lekë edhe këtu.
Po ama nëse arrin ta krijosh një gjë, ka. Ama ka shumë pak në fakt vende specifike për Po është në stand-up fillime, comedy. pavarësisht se ka shumë vite që bëhet stand-up në Shqipëri, domethënë ka pasur gjithmonë tentativa që shumë herët madje. Që para pandemisë besoj. Po, shumë më përpara pandemisë, po gjithmonë ka qenë shumë, ka patur një tentativë, pastaj është ndërprerë. Ka bërë dikush tjetër prapë është ndërprerë. Tani sigur po zgjat më shumë, edhe po ngrihet këndshëm. Se kam parasysh Netflix për shembull që shoh ndonjëherë këto stand-upet bëhen në stadiume, kupton, mbushet stadiume me gjithë fushën. Edhe është Andaj kanë arritur nivele kështu të frikshme, po. Disa më pëlqen shumë, nuk e kujtoj dot emrin tani, po është një djalë që bën stand-up, ka një mikrofon që i tjetërson zërin. Ajo është teknikë shumë e veçantë. Ka pëlqyer shumë po, edhe përfshin edhe mos e bën vetë ai, mos e bën vetë. Jo, mikrofonin i e kalon publikut, njerëzve prezent aty, i bën një pyetje, ata kthejnë përgjigjen dhe ajo fillon krijon vibracione dhe duket shumë këndshëm. Keni menduar në risi të tillë? Që të krijojë vibracione jo. Diçka që ta sillni ndryshe. Jo, akoma jo, jemi ende te bazat e stand-upit, se duhet të kalojnë sa, domethënë këta të mëdhenjtë e stand-upit thonë që pa bërë 10 vjet, 15 vjet nuk quhesh komedian i vërtet. Është pjesa e përvojës. Pas 15 vitesh besoj se do fillojmë dhe ne me vibracionet e Se jo, po imagjinoja çfarë zërash ose çfarë tinguish nxirta i mikrofonit. Unë se pas kam parë këtë, nuk e di fare se funksionon. Nuk di si ta gjej tani, po është shumë gjë. Po dëgjoj sa ta gjej Viola. Tani se gjej do të për zotin se s'kujtohet. Po mirë thuaj ti, mic with vibrations, thuaj atë stand-up comedy chat. Ase e gjej me ChatGPT. Me ChatGPT-un. Dgjoj, ti ke një personazh tëndin që e krijon në stand-up apo je thjesht Besi kuptimin e jetës përditshme ose mendimeve dhe Po, jemi të pestë që jemi, po zakonisht të gjithë stand-upistët këtë kanë që janë vetja. Ose unë kisha kaq shkollë që i bija gjatë komedian, stand-upist më bjerë. stand-upist ose show në këmbist. Nëse do trajtoje një temë nga aktualiteti shqiptar në këto momente që vërtet meriton vëmendjen më të madhe dhe të jetë në vëmendjen e të gjithëve, cila do ishte? Sa pyetje e vështirë. Çfarë shqetëson ty e përkthyer? Që do ta trajtoje, po them. Nëse nuk e ke trajtuar, çështja është çfarë mund të gjej, a mund të gjej një anë humoristike të asaj teme, se tema ka plot që mund të më shqetësojnë, po. Okej, na thuaj se mbase t'japim edhe një ide. Po trafikimi i qenieve njerëzore. Pu. Sa e rënd. Më shqetëson si temë. Okej, se pyetjen e këtu bën çat shqetëson. Ja ne gjithë na shqetëson kjo, po. Po, unë s'flenatën, domethënë mendoj për trafikimin e qenieve njerëzore. Ore seriozisht e ke apo thallësh? Po jo, Jo, unë personalisht jam njëri shumë sensitiv, kështu që ti je prapë detyrimisht kundër trafikimit të qenieve njerëzore. jam kundër, si mund të jem pro? Po ku di unë, prandaj duhem pyetur njerëzit se si dihet. Po ti e kam? Nuk e di tash çfarë them unë. Abstenon. E zeza. Po, jo, e vërtet, këtë nuk besoj që sjell dot. E vrasë. Do ishte i çik e egër. Po varet, nëse del diku që pastaj në fund ti thjesht po e sjell si tematik për ta denoncuar, është shumë okay. Shiko, për te shakas, është super temë dhe super përpjekje, ja vlen bara qiran për te shakas. E bëm gjysmë humorin me këtë, po thjesht e futëm si temë për. Prit, jemi gati. Do ta dëgjojmë. Gjete vibracionet? My jetën. Mic with vibes. Do you sing? Yes. Can I get a ooh? Okay, po. Nëse e dëgjuar. E kam parë. Kështu që i vendos autotune njerëzve dhe këndojnë kështu. Po, autotune që ka si vibracion. Pa ajo më erdhi aty për momentin. Ke zgjedhur shumë fjalë të mëdha sot për. Nuk e di pse, nuk e di pse. Fenomene të ndryshme. Shiko, edhe po thoja që është super temë se me çka kemi parë, përgjithsisht stand-upet bëhen edhe me tema të thjeshta që të shkojnë sa më lehtë tek publiku. Po ja vlen baraqiran të bësh edhe tema komplekse, se janë probleme shoqërore në fakt, edhe po e vërtet është. Duhet të gjejmë mënyra ti trajtojmë burë, thon thjesht. Për shembull, ju pedofilinë e keni prekur si çështje. Cilat kanë qenë reagimet? Po, ne nuk kurse presim që e ngrem nëse çështje dhe të dyndet policia në. Jo, nuk po themi këtë, por
Po mirë, do më këtë kanë qenë të pakët kanë qenë këta që e marrin për keq që thonë që aty tallesh me fëmijët që vuajnë apo po shumica e kuptojnë domethënë kush ideja kështu. Tani, do doja vetëm një batut Jo, vërtet po më pëlqen. Për ta kuptuar praktikisht se çfarë i bën njerëzit të mendojnë që ti tallesh me këtë. Me pedofilin? Po. Me që jemi, që të kuptojmë kontekst, jemi në kontekstin e dosjeve Epstein, flasim për këtë gjë. Po. Po tash duhet të ndërtoj komplet një set për Ose nëse të kujtohet diçka. Nëse të kujtohet, kur jun një batut, një gjë situacionale, nuk e di domethënë. po do të që s'më vjen fare asgjë. Kur të më kujtohet e thuaj. Do t'ua them shumë nga hiçi që Po, mos e që të mos bëj sens fare. Patjetër. Edhe po nuk qeshëm ne. Pastaj është problem edhe ndoshta duhet Zgjerohet ajo vrima e zë. Stand-upi ka këtë që nuk është thjesht një batut, duhet ta ndërtosh një domethënë zgjat 2-3 minuta një temë që flet. Te fillon e ndërton pak, e fut në gjendje dhe pastaj del atje ku do të dalësh te goditja e fundit. Zakonisht çfarë moshash vin për t'i parë stand-upet? Po standardin 25-35 e kemi. Okej, 25-35. Ishte shumë specifike që thash, duke sikur jam fundur, kam kërkuar sa vjeç janë, po. Po edhe mund ta bësh se në fund ditës është audienca jote. Po. Kështu që ne Viola jemi in. Po si grup si jeni bërë bashkë, pra si gjetët njëri tjetrin, diçka që ju lidhte. Po paka shumë njiheshim kështu, jo nga shoqëritë për bashkë këta, ose kishim parë njëri tjetrin lart e poshtë. Dhe në fillim e bënim nga pak, kështu secili me vete. Vetëm pastaj njërit Leos që u kujtua tha, pasi kur ta fillojmë ta bëjmë një gjë të qëndrueshme të jemi të gjithë bashkë dhe ai na kontaktoi, ta mblidhemi ta bëjmë kështu dhe ja ku jemi sot që Se merri për të shti. Ju mblodhi aty. Na mblodhi. Po. Ti nga Korça? Nga Korça. Okej, nuk e di pse, po se e thash edhe në fillim përpara se të futeshim në kinotek, vazhdon ajo të shtima sillet rreth rrotull. Po më gënjeu do thoshte, një shqiptar tipik. Çfarë po thoja më? Po. Për Korçën, që do ta quajmë nga tani e tutje, Korçën kinotek ose kinotek në Korçë. Kinotek të Korçët. Qa keni ju korçarët, mos që jeni kaq të shpërndar në fushën e artit? Ta ka thënë Ariani të do të gjejmë burr prej Korçën. Jo, faleminderit. Ta ka thënë. Mirë. Po pse çka kam burrat prej Korçë, pse Jo, se me të mek që janë më të mirë pra në këtë ide. Unë fakti që i Edhe me që kemi kaq shumë korçar këtu vërdall, e po kupton? është mirë. Po e mos e s'dua t'i në Amerikë për sot. Okay. Që tash i bllokuan dhe vizat ata shkon dot kot. Edhe një gjë të mirë që kishim ne korçarët se kemi më të kështu. Ju harën çmimit. Po më duket se e kemi më shumë nga kjo mburja që e kemi edhe ne korçarët dhe shkodranët, që mburemi që ne qyteti i artit, qyteti i letërsisë. Kush mburet më shumë? Po njësoj janë. Se shkodranët sikur e kanë pak më të theksuar këtë. Janë çiksi me mendje mdenj shkodranët, kështu thuhet të paktën po. Po të dyja palët mburen shumë, edhe ndoshta brezat e rinj e ndjejnë kështu si presion që duhet të merremi patjetër me art nëse i kemi brezat e kaluar artistët të mëdhenj. Është kështu si presion shoqëror. Mendoj unë që ndoshta kanë ndikuar çik në ndërgjegje kjo gjëja që se është e vërtetë që ka Korça, Shkodra kanë nxjerrë goxha. E vërtetë. Artistë po. Se mos e di unë çfarë kanë nxjerrë qytetet e tjera, po që me këtë që di. Po. Besoj janë dy nga qytetet që kanë kultivuar më shumë. Kanë prurje po. Ndihet kështu si presion që duhet të jesh i mirë në ca gjëra, po themi. Po edhe kur rritesh për shembull unë mbaj mend që i vogël, mbaj mend që luanin këto njerëzit serenata. Kudo që shkoja kishte pianet që luanin serenata. Po se ne në Vlorë luani me kallash, po pas keni luajtur pas qytetet e tjera zihen me grushta zakonisht ose kurse. Unë jam gjenerat tjetër, kështu që si kuptoj atë. Secili luan me mjetet e tij. Qyteti nga pianetët duket, po kënduan janë mirë, janë të areshëm. Po më nësherë, pastaj është problemi më. Nuk kisha menduar ndonjëherë, por që ka interesante. Si e ke pijen, e ke me sherr kështu? Jo, unë jam në fakt as këndoj, po e kam pozitive. Okej. Thjesht bëhem më lafolog. Jo të gjithë bëhemi më lafolog kur pim. Pas të rritet vetbesimin. Është. E si ke marrëdhëniet me alkoolin? Po mirë, kështu do të pi me raste që zakonisht janë të shpeshta, po. Të duhet përpara shfaqjes për shembull të pish nga një gotë. Po
Në fillim po, e kisha bindur veten që më duhet se më çliron, po pastaj me kalimin të zgjidhet gjua. Është kjo ideja që të zgjidhet gjua. Me kalimin e kohës tani jam mi sigurt në vete dhe nuk mendoj që më duhet daj shumë, sa që mendoj të shtitash më. Mos na lërë kështu. Se jam edhe unë kur do të shtihet. Nuk po vjen. Nuk do të vi. E mirë kur të vite, mos është ty. I vetvetja. Vetvetja gjithmonë ajo është e rëndësishme. Bez, ty kush të ka frymzuar në këtë pjesën e stand-upit? Një stand-upist ose një plyn. Për stand-upistin Louis C.K. e kam kështu që kur e kam dëgjuar atë më është hapur një horizont i ri në jetë që nuk e dija që ekzistonte. Se ishte nivel kështu, domethënë s'kisha para të lloj nivel humori. Edhe nga ai e kam besoj se ai më ka frymzuar më shumë nga të gjithë. Pastaj zbulova edhe të tjerë, normalisht e ka shumë që janë vërtet shumë të mirë, po. Po ky Louis C.K. është tani që unë mos bëj kot sikur ja kam iden këtyre se thot Besi ai un po ai është. Me shumë gjaza Besi, domethënë nuk e di pse tani po më shkon te mendja na. Unë s'e kam iden fare. Na shpiku një emër tani, unë duke menduar këtë. Tani të reagojmë apo mos e japim. Ai sidomos po edhe ai tjetri, domosdoshmë s'e kam iden fare kësaj gjë. Është stand-upist britanik, amerikan. Se stand-upin amerikanët e kanë shpikur në fakt. Domethënë gjën më të mirë që ka bërë Amerika, stand-upi është. Edhe sklavëria, jo. Po që vërtet stand-upin ata e kanë. Mirë, sklavëria u hoq, shpresojmë të mos hiqet te stand-upi. Jo, stand-upin do ta mbajmë edhe një. Jo, mos sklavëria vazhdon. Ti sa kërkesa kam unë nëpër rrjetet e mia sociale. Çfarë kërkesash ke më, jam? A do sklav? Këta që të pika, çyqja thash. Po thash çfarë kërkesash kishe më, jam. Edhe besoj gjitha gocat, kështu që ka akoma treg. Po, edhe në Amerikë kështu kanë funksionuar, ju shkruanin ata do sklav, i silin me anije pastaj. Sa humoristik. Ideja është dua të bëjmë skllavyt, mesazhe të tilla. Do sklav. Tani kjo ishte në kuadrin e batutës. Po, patjetër, Batistutës, po. Pra, ky është amerikan, është i vjetër, është i ri. Louis C.K. Po, okay. Është i vjetër, domethënë vazhdon ende apo është i viteve më përpara? Tani po tranzicionon në shkrimtar, ka bërë një roman dhe me që kam parë dhe që kam dëgjuar se kam lexuar vetë, po thonë që është shumë libër i mirë, po kur të vira ata do ta lexoj. Do ta lexosh apo edhe do video film që shikoj kishte të mirë të librit. Jo, do ta lexoj. Do ta lexosh vërtet? Po, patjetër. Se duket sikur gënjen. Po. Pse do duket sikur e tha kot këtë, domethënë s'kam plan që ta lexoj fare. Do bëj një ese, do t'ja u çoj që për librin që kam lexuar. Me përmbajtjen e librit. Dhe ne do vlerësojmë natën. Na trego pak për historinë e stand-upit, me që nisëm nga Amerika. Si ka qenë si kulturë, për ne që nuk dim shumë. Edhe megjithmonë jemi të interesuar tash në këtë pjesë. Po e kishte gati batutën Besim. Nuk e tha. Na e kurseu. Jo, unë s'marr shumë vesh edhe jam duhet të diur. Jo, unë seriozisht e pranoj, jam ignorante për këtë fushë, nuk. Ore dalës unë se di për vete. E hoqet edhe me njani, nëse din fol ti tash, më unë nga ta dia, po nuk është se besoj edhe nga vitet 60, më duket ka lindur tamam me këtë që me shtekon e mafias italiane që me, domethënë atë periudhën e Frank Sinatrës, edhe këtyre Dean Martin që ishin, se këta përveç se këndonin e kishin me qef të madh edhe komedin shumë, edhe aty në për këto kazinotë, në për këto filluan këta komedianët e parë që filluan po dalloheshin shumë edhe po bëheshin kështu tip rockstarësh. Edhe që atje pastaj besoj ka filluar kjo pjesa e mafias që kanë ngelur çik mbrapa, po nuk u zhvilluan të dyja. Komedia ka ecur. Rëndësika që ka ecur komedia. Po. Pastaj pjesa e mafias. Po që nga e hershme vitet 60. Po ndoshta edhe më hershme do të jetë. Unë mendova se do ishte tani pas viteve 2000, po them me vjetër, me vjetër. Ka goxha. Mbase pas viteve 2000 ka ardhur në Shqipëri sa. Po, jo, edhe në Shqipëri ka ardhur. Po, atëherë po. Rreth atyre viteve kam përshtypjen. Në 2003-shin kot, as e kam biden. Tani, çfarë do thot konkretisht stand-up? Pra, nëse po themi në një show humori, siç ne kemi pasur këtu në Shqipëri, del një aktor i cili rrëfen një histori dhe përpiqet të bëj publikun përqeshur përmes saj, po një herë azjedhe të godas një fenomen të caktuar. A shuhet edhe kjo një stand-up komedi apo duhet jetë e destinuar vetëm për atë qëllim?
Po jo, kam përshtypjen që thjesht kjo stand-up ka ardhur vetëm nga qëndrimi i komedianëve që rinë në këmbë në skenë dhe nga kjo ka ardhur stand-up comedy. Është kaq boshe si gjë, domethënë nuk është se ka ndonjë gjë pas. Sa thjesht janë gjërat në jetë, pse i komplikojmë ne opuri dot. Nuk është se ulur njëri në natë dhe ka menduar çfarë si mund ta quajmë diçka të thellë stand-upin, po një rob që vjen në këmbë dhe po e ngjashme. Po nëse rri ulur si quhet? Si down comedy. Si down. Cila është shfaqja që ka zgjatur më shumë? Sa zgjasin zakonisht? Po e jona apo në përgjithësi thua? E juaj në këtë rast. Po e jona varet sa njerëz jemi, kur jemi sa komedianë jemi. Kur jemi vetëm ne të pestë, një orë gjysmë besoj. Plus edhe pushime dhe diku tek çerekor 20 minuta nga secili. Po, aq bëjmë secili çerekor. Aq është standardi. Po si i ndani temat me njëri tjetrin për çfarë do flisnin se? Po nuk është se i ndajmë, thjesht vazhdoni. Bën secili të veten edhe. Po kështu publiku ka pasur raste që është përfshirë. Po ka raste, po nuk jemi akoma aq të komunikueshëm me publikun, domethënë jemi pak kështu. Ose mbase jemi ne pak të turpshëm ne shqiptarët, ë? Po ne pak të turpshëm, ne pak të paaftë edhe pak të paaftë. E pa edhe ta bësh të komunikimin me publikun nuk është edhe aq e thjeshtë, domethënë, kështu që ne tentojmë nga pak sa të marrim dorë. Përse njerëzit që thon, atë që ndjejnë realisht, nuk po them që kjo është detyrimisht e vërteta, po ti thua atë që mendon realisht, modestisht për pa filtra, pa amplifikator. Mirë. Mos u skuq tani. Mos u skuq. Ore a ka ndonjë temë që nuk do bëje gjë për e ke tabu në kuptimin për shumë arsye, po them. Jo. Pra do ishe i hapur që të flisje për çdo çështje, për çdo temë. Po. Domethënë për aq kohë sa nuk është kështu me dasha keqësi që e bën. Ja, patjetër, nuk po flasim për dasha keqësi. Apo për kur të kështu çdo temë mund të. E kam fjalën kështu për tema të cilat mund të pendosh që mos më heqin nga puna, mos më, pastaj kjo nuk është në dorën time, është aty të punës, po që. E kuptoj. Po që tani s'më ka ndodhur, domethënë që të heq në një temë se kam hall se si do reagojnë palët e dyta apo ku. E kuptoj. Do të kam rastisur dhe me fasje, s'kam patur punë të tilla që mund të ndikojnë, po. Çfarë ti bësh tash? Se është me rrezik që të flasësh për çdo gjë. Jo, ose po ti je për shembull në një punë zyre, punë shteti, dhe të dalësh të bësh humor me shtetin. Qeverinë në fuqi, normalisht do të riqesh, do thotë dalë se duhet të ushqej fëmijët, po. Është kështu, dalu bek se ka ndek i thonë ata. Tani që ta kuptoj mirë. Se ke kuptuar deri tani. Jo, po prit mos është gjë tjetër. Okej. Bes, bëjmë maksimumin që ta kuptoj. Prap në anë këtu, çfarë do të bëj? Si erdhe ti në këtë botë? Pra si u përfshive? Jo. Çdo gjë filloi nga mami dhe babi. Si erdhe në këtë botë? E the ka stile këtë. Jo, të doli vetë. Jo, më doli natyrisht. Në botën si erdhe bes në këtë botë. Unë se mbaj me tamam. Asnjëri prej nesh. Po dim që gjithçka filloi kur Nga errësira dolëm në dritë. Tani si erdhe në botën e stand-upit apo të shkrimit të skenareve, se nuk e di çfarë pune tjetër bën. Me skenare jam marrë që. Okej, me skenare e marr gjithmonë. Rastësisht u gjenda diku me Juldedën para shumë vitesh. Edhe unë njohëm DC atje. Shkëmbyen puthje këto çfarë ndodhi me njerëzit e sapanjohur, edhe ai pa pasaj që shkruaja kështu gjëra prap nga ato të Facebookut, që shkruaja kështu dhe do vishta tentosh një mos bërë skenar, ishte 2XL atë apartamenti 2XL. Okej. Edhe që atëherë atje kanë filluar, atje ka qenë puna ime parë që edhe unë shkova më shumë ta tentoj një, se nuk e dija e beja dot ose beja dot, thjesht. E kisha me frikë në fillim? Isha i tmerruar, jo me frikë. Vërtet? Po se Thash përgjegjësi, realisht është përgjegjësi. Presioni jashtëzakonshëm. përgjegjësi edhe ata ishin dhe në majën e tyre atëherë ishin. E pra, aq më tepër po flasim për një show i cili. Mendoje, a më meritojnë këta mua, domethënë. Ajo ishte. Jo, ai meritojnë këta në fakt. Edhe atje, domethënë më morën ata në xhirin e tyre. Të mbajtën ngrohtë. Po edhe unë me sa duket pas kisha patur disi talent për këto punë, edhe aty filloi çdo gjë pastaj. Edhe nga
duke shkruar skenari për të tjerët, pastaj zbulova edhe këtë pjesën e stand-upit, që zbulova që dhe mund ta bëja edhe vetë, se s'kisha nevojë për këto aktrim lëqet edhe. Po besoj është pak më e vështirë t'ja dalësh kështu kur e bën për vete, se gjithsesi duhet pak për krajë. Duhet të hapin krajë. që të dalësh vetë. Kjo është që e frikshme, po. Të thyesh pak ato barierat e brendshme. E si a dole ta bëje këtë? Po, kisha një mikun tim aso kohë, që edhe ai Se ke më? jo, është jashtë shtetit tashmë. Okay, mirë. Ka shkruar për një jetë më të mirë. Edhe ai organizoi një dy stand-up kështu edhe unë prap e kisha me shumë dëshirë, po s'doja, se thjesht kisha frikë. Edhe aty thosha, pa çfarë kot. Frikë se mos nuk i bëje njerëzit për çesh. Kisha të frikën e publikut, frikën e skenës. Edhe ai më lut, po që më tha hajde, derisa e mora fuqinë, i mblodha forcat, piva 2 kg raki edhe dola në skenë, e prisja 2 litra. Raki më? Jo, vera, ku diun. Raki ose ulni me çang do raki. Jo, 2 litra shkon dhe bën serumin, besoj, me raki. Jo. Po që konsumova diçka që të më çlironte disi. Diçka që të çlironte disi. S'pas ka qenë as raki as ve. Po pata fat që më mirë pritën njerëzit atë natë edhe I mban më? Jo, po. Era e parë gjithmonë, po. Nuk harrohet. Është e veçantë, është. Edhe ashtu erdha në këtë botë. Do vazhdosh të qëndrosh në këtë botë? Po tash varet. Po e padun taksirat. Se del autobusi Unazës edhe ta ndërpret shfaqjen, kështu që shohim. Për momentin ku i jepni shfaqjet? Po tani kemi një vend që quhet Tunel. Te tuneli. Te tuneli, po atje i bëjmë zakonisht, po tani ata kanë rinovime ku do të bëjnë edhe për momentin në shfaqja e fundit ishte te salla e kinemas. Po, edhe te sipër te Tullom duket apo jo? Po, është e njëjta domë, janë të njëjtat që i kanë. E kuptoj, po. Tuneli është prapë, tunel Tarac edhe tunel. E kuptoj, po. Edhe tunel Bulevard, ku diun çka. Keni menduar ndonjëherë të bëni diçka të përmasave goxha të mëdha? E bëj mirë në vit atë. Okej. Domethënë e kemi bërë 2 herë, se 2 vite kemi që bëjmë, që marrim një sallë të përmasave më të mëdha edhe atje bëjmë më të mirën e vitit, që e bëjmë kështu si supozohet shfaqja më e mirë e vitit, ose mbledhim pak a shumë plus materialeve të reja, bëjmë edhe ato më të mirat e vitit që kanë funksionuar si më mirë. Edhe aty bëhet kemi goxha kërkesa edhe për atë. Sallën e madhe domethënë është. Besoj kur rritet kërkesa rritet edhe oferta. Po, patjetër vim të dyja bashkë. Më lejo t'ju flas për ekonominë. Vazhdo. Me që jemi te ekonomia. Si e sheh këtë realitetin shqiptar? Realitetin ekonomik shqiptar? Realitetin ekonomik shqiptar. Unë jam e bindur që ju e prekni shpesh në një formë apo në një tjetër. E bëni humor të zi me varfërin e shqiptarëve. Varfërin. Jo. E bëni të bardhë humorin. Po pse nuk ka material mjaftueshëm që mund mendoj që duhet të ketë apo? Jo, ka, po është puna që është si punë këtyre tematikave që e kanë vetë atë edhe humorin e zi edhe nuk e kujçon më. Domethënë nuk unë për vete për shembull nuk gjej dot një këndvështrim ndryshe apo surprizues që ne kuptoj. Në lidhje me ekonominë e vendit apo. Po, sa i takon çështjeve të ekonomisë, në çfarë sektori mund të gjesh diçka kreative? Në sektorin e trafikimit të qenieve njerëzore. Vazhdojmë aty, prapë tek ajo tek e njëjta. Më duket se ky do jetë skenari i radhës si besi. Po ku diun, po them sektorin e çunave të Londrës, ku diun. Ka shumë sektorë ekonomie. Sa kam dëgjuar dhe ata lodhen atë shkretës, nuk është se nxjerrin ndaj shumë. E kuptoj. Gjuna. Por drejt ke, në fakt ke drejt. Po. Ke drejt, e vërtetë është kjo. Është më shumë legjendë kjo që shkon në Londër dhe vjen me miliona, nuk. E vërtetë është. Po pse i kanë gjithë? Po se ta tentojnë një, është diçka ndryshe në fund të fundit. Është adrenalinë. Kaloj një fundjavë ndryshe. Është shqetësues fenomeni i imigracionit në Shqipëri përtej shakave. Po, shqetësues. Domethënë ti ke menduar të ikësh ndonjëherë? Përtej se kjo e kam menduar, po kam patur frikë. Frikë se, nga se. Po se s'kam, domethënë edhe tani vonë që. Jo, edhe tani vonë që kam menduar se s'di çfarë të bëj andaj.
Shumë stand-up comedy. Mbase do ishte më i suksesshëm apo nuk bëhet njëjtë humori si në gjuhën tënde? Po, mbase po. Duhet njohësh pak edhe kontekstin andi, ndoshta. Jo, më okay, po thjesht nuk e, domethënë më duket pak e vështirë ta nis stand-upin të paktën nga e para. Po ti iki do merrem me një punë kështu. Ai shtëpi barja. Po. Se bëjmë shaka more, se mos bëjmë. Po t'ishte për ti kur do e bëjmë kishte shaka, bërë. po patë ndonjë ofertë. Po që shaka bëj. Po të shohësh ka kështu poste në për rrjete sociale ku shkruajnë komente. Transporti i sigurt. Po. Po ma këto më çudisin që janë shumë hapur këto gjërat. Shumë legale dhe ilegale në të njëjtën kohë. Këto edhe këto të masazheve, për qendrat e masazheve që kanë reklama kudo në Instagram, stafi i ri. Po jemi të lodh na dhë mes jo buri I na frekuentonte? shpina. I frekuentoj, po unë shkoj në çdo qendër masazhi që shkoj, jo bëj të qatë në fillim. Shiko vetëm shpatullën, të lutem. Me ato e ke problemin me shpatull. Problemin që kam. Se Egoni ka probleme të tjera, ka probleme me mesin. Po tash, secili ka të vetë. Çfarë një horoskopi isha? Shigjetar. Jo, vazhdon të jetë akoma. Po Po ndryshove. mos e kam ndruar. Ua, ja mori dorën po bën humor. Po tek shenjat e horoskopit nuk besoj fare, nga sa Ja, kuptuam. E kishe Unë di që shigjetari është shenjë që se ja thash dhe Rozit, e mban mend? Është shenjë që merren këta rockerët. Këta kështu di unë përgjithsisht. baterist, ë? Pra rocker dhe nga Lezhë. Domethënë Nga Lezhë. që ti je tamam rocker shqiptar. Rocker nga Lezhë. Jo, shigjetar dhe nga Lezhë dhe bëhesh rocker shqiptar. Po ti je shigjetari e nga Lezhë dhe rocker. Ne ke shigjetar nga Korça. Mos e nga Lezhë unë të s'di që. Mbase mund duhet bësh ato. E pra ato ADN. po. S'të ka kuriozuar në ta bësh. Më ka kuriozuar në fakt, po sikur të dalin nga ndonjë, ku diun. Atë ti the që je baterist apo jo? Po, përpiqem. Jo, vërtet dua ta kuptoj. Domethënë deri në çfarë masi përpiqesh? E po se them jam baterist, duhet të jem domethënë nuk jam profesionist, as i afrohem asaj linjës profesioniste, po kam një bandi që luajmë. E di pse të pyes se diku të kam parë. Dhe ta them Besoj, sinqerisht, nuk po, po. domethënë diku të kam Çfarë parë. bande? Po janë kështu band underground, band metali. Edhe me ata i organizojmë vetë këto koncertet apo live-et që bëjmë. Juve Okej. Ose luajmë jashtë, se jashtë na marrin më shumë se sa këtu s'është se janë shumë ka shumë pak ndjekës. në një kulturë të tillë po themi të. Po, edhe fatkeqësisht ka shumë më pak se sa çka patur më përpara. Tek Dethi, ë? Po, Death Doom atmosferike kështu. Po. Shumë e bukur, ajo atmosferika shumë e bukur. Çfarë kish interpretojnë zakonisht njerëzit për metalin? Po këtë anën e drograve dhe këtë anën satanike. Domethënë kur dëgjojnë metal, gjë e parë që ju vjen është satanaj dhe drograt. Është satanaj duke bërë kokain në ferr, nuk e di pse ka ngelur kjo prej vitesh, por që s'ka lidhje. Nëse nuk do ma kishte thënë që kjo është lloji i muzikës, nuk do ta besoja se ata zakonisht i kanë flokët kështu me rasta me apo. Jo, i Jam kanë gabim unë, ose gjatë. Rasta i kanë, po i kanë gjurën e lëkurës edhe s'duken. me sa di unë i kanë ose të gjatë ose tullac. Është ashtu rregull, janë. se është rregull. Ose jo se është rregull, po ku ti unë kështu Shumë kanë gjatë duhen se i mbahen për të shkundur kokën. Domethënë bateria muzikën. Ideja është që instrumentisti, kitaristi i ka të gjatë se duhet bëj atë riffin, kupton? Ndërkohë që bateristi Po edhe bateristi deri diku e bën. e bën. Po kur ka flok në. Po. Që ky nuk është rasti. Unë jam në punë. Po si lindi kjo dëshira për baterinë? Po këtë e kam patur shumë të hershme në fakt që kam qenë 4-5 vjeç, nuk e di. I bie gjërave në për shtëpi Në martesën e Dajës erdhi orkestra që ishte dhe bateristi aty dhe aty u dashurova me bateristin në fillim, pastaj me baterinë. Se kishte bateristin. Ishte me flok të gjata. E ti nuk e dije që ky do ishte fati. Edhe që bateria jo flok e gjatë. Edhe që atje u dashurova me baterinë edhe më ngeli kështu e ngolitur në. Pastaj e ke praktikuar vetë, po themi. Pastaj vetë kur shkova në gjimnaz gjeta një mundësi ku të luaja baterinë, se është edhe instrumenti i zhurmë shumë edhe në shtëpi nuk e mbam dot. Edhe ishte një si tip qendre kulturore në Korçë. Okej. Se Korça është plot me qendra kulturore që për informacion.
Vërtet po thua. Jo, more, që vetëm kjo Po ishte. se mund të ishte. Jo, vetëm kjo ishte një tek te Pallati i Kulturës. Po që Korça apo të tjera. Jo, atëherë në atë kohë kur isha unë në gjimnaz para 40 vitesh, po ka patur. Ishte mirë, dhe atje fillova që luaja, fillova me këta shokët bëm një bandë amator fare normalisht. Po me kalimin e kohës jemi përmirësuar. Tani kam banda të tjera, bandë tjetër, po që Po ata të Korçës vazhdon të bësh. po vazhdon, i kam miq, na ndau jeta. Për performanca kanë. Jo, bandën e Korçës nuk e kam, po jemi miq akoma. Tani ti ke një band që luan Po, më shumë quhet Morgu. Morgu, po. Morgu. Kush janë se mos njoh në një aty? Mi të lutemi përmend. Edhe I përshëndesim çunat me Po, këtë. asun se njohësh, po. Është Turp të vi. jo. Po Të se me emra të viran. Beni, Andi, Dario, Edvaldi. Okay, I përshëndesim. Ua qa emra që Edhe për Delari. muzikën që bën. Po, janë emra cute. Të mirë jemi, të Pa mirë. ata të Korçës. Ata Elvis, Okej. Olger, edhe një që ka ikur në Amerikë, normalisht. Po, Koça. Koça ka pasur? Koça. Koça. Po qa instrumenti luan të? Bas. Basin po. Bas. Po. Ajo kitara Me katër tela. Me katër tela, kitare madhe. Po, si duhet, orkestër quhet më band. Band. Cilat janë Grup. instrumentat që duhen patjetër të jenë? Po, më bazike është kitar, bas, bateri. Okej. Kurse këto që janë pak më të ndërtuara siç jemi ne, janë 2 kitara, bas, tastier edhe bateri. Po. Po, Edhe vokali në një normalisht. muzikë aq të zhurmshme, si arrini të komunikoni me njëri tjetrin në Po, grup? aq e zhurmshme duket nga një vesh I pa trajnuar që se ka dëgjuar Po, atë edhe zhanri. nuk funksionon mirë. Po, edhe unë ashtu kam që në fillim, nuk është se edhe unë kur e dëgjoja në fillim me zhurmë më dukej. Po pastaj kur futesh e dëgjon të hapet një horizont I ri në rrymat muzikore dhe s'të duket më zhurmë. Po, tani ti kishe fiksimin të bie baterisë apo të shkoje tek kjo lloj muzike? Fillimisht bateris, pastaj rrymën e zbulova më vonë. Si me zbulove? Ke pas në një periudhë kështu depresive në jetë? Jo. E kisha më vonë atë depresiv. Pasi zbulova muzikën. Po jo, kam dëgjuar rastësisht një këngë të Nirvanave. Okej. Për disa vjeç, edhe më pëlqeu shumë edhe u interesova pyeta lart e poshtë kush janë këta, derisa zbulova që ishin Nirvanat, pastaj shkova mora një album të Nirvanave, pastaj zbulova Metallica Ka me qenë kjo koha e diskeve, kasetave. kasetave. Sa kohë të shkuar. Po. Edhe atë I dëgjonim kështu albumet nga fillimi në fund, se një kisha vetëm. Edhe dëgjoj gjithë ditën atë. Pastaj merr albumin tjetër e dëgjoj atë një vit vetëm atë gjithkohës, edhe I mësoni me tekste, me sa minuta ishte çdo këngë, çdo detaj të këngëve. Edhe kështu nisi. Po. E the këtë kasetën e Nirvanave në fillim. Po. Edhe pyet e lart e poshtë kutja është ky, ë? Jo, pyeta për këngën se e dëgjova në radio këngën. Se s'kishte Google atë. Edhe ndërkohë që luaj kënga pyeta atë poshtë. Pyeta në shtëpi ora kush janë këta. Është kurti. Është kurti djali Fazlliut ai. Po pra, I kujt është I ky? kujt është ky? E di pse të pyeta, a ha ndonjë kokosh me qira fjala po duash, ë? Ose Bono, cilën të duash, si ke punës me sheqerin? Nuk e përdor, po E do një Bono? Se do marr, unë do marr për A vetë. mos më aprish. e mirë me që Se unë do marr vetë, kështu që ti mos na kurse kot. E gonti cilën do? Atë me çokoladë. se unë më çfarë Kujtë? më. Apo do ti me çokoladë? Jo, në rregull, me kajsi. Me kajsi. po. E si, ua që më kujtove një histori. Ne në shtëpi, ta tregoj, ës besoj bezdise. Jo, thuaj. Po bezdisim do ta themi në mes të historisë. Okej, mirë. Ndërkohë unë po e hap edhe po e hap. Vazhdo. Mos harroni croissant Bono. Më kujtove një histori me kajsin se kur isha e vogël ne kishim mbjell një pemë kajsie që kishte mami dhe babi ja 5 vite që priste që të bënte kokra. Ajo atë vit kishte bërë kokra, unë e pash, thash çan këto gjëra jeshile kaq interesante. Çka ti provoj herë, më pëlqeu e para dhe i kputa të gjitha. Gjitha kokra. E zbrazë pemën fare. E zbraza të gjithën. Po nuk më rahën, falëzon. Po si e zbrazëm? Ki pesi për pem. Patjetër. Po Lutem pas shumë. sa kokra kanë qenë, kaq Ja, pak ishin. Hera parë që mirë, bënte okay, kokra po. jo. I zbraza të gjitha. Hera e parë dhe ja morë shpirtin. Nuk u kurseve fare. Fare. po tani ekziston ajo pemë. Jo, tani jo.
E kanë presës. S'bën me kokra. Sa keq e ke përdorur ti. Është keq përdorur. Është i gjithë fajut që. Po ti si e kaloje fëmijërinë, se ndava një kujtim timin, po rrugicave të Korçës. Rrugickave të Korçës. Apo thuhet rrugickave të Korçës. Rrugickave thuhet, po mirë ka. E ç'bëje rrugickave të Korçës? Po në verë luanin futboll, në dimër bënim ski, se atëherë binte borë shumë në. Vërtet? Po. Bënit ski në Korçë, brenda. Ski, domethënë, jo kështu ski profesionale me kështu me slita të bëra vetë, me vendosnim kështu hekura, drasa poshtë këmbëve, ç'të na shpikte mendja. Po kishte shumë borë atë, ishte akulli 20-30 cm në për rrugë dhe tani nuk bie më borë, si më përpara. Ja, tani bie një mban kështu një ditë, kurse atëherë binte borë rinte 3 muaj, nuk lëvizte akulli. Beson që Greta Thunberg ka të drejtë për shqetësimet e saj lidhur me ndryshimet klimatike dhe të shkojnë në shkollë njerëz e lanam ka bërë mungesa pafund. E o mirë se si quhen asaj. E po atëherë kjo është nepotizëm. E kam na përjashtonin po të bënin mungesa. E po, ne jemi këtu. Ajo është Greta, ajo ngre zërin për një nismë që Po ka ndryshuar planetin. Mbase me hapat vegjël çdo ditë. Po lufta në Gaza prandaj ndaloi se ngriti zërin Greta Thunberg. Vajti me anijet. Po. Bëft mirë Egon. Faleminderit. Për ty. E di pse Pi edhe pak ujë. Hidratimi është gjithmonë i nevojshëm. Ti kesh momentin më i sekretshëm që të ka ndodhur në skenë bez? Po mund të jenë disa, po përveç asaj vrimës së zezë. Ajo është, nuk është se ky është sikleti më i madh që mos nuk reagojnë njerëzit. Që të dështon batuta, po s'ka ndodhur ndonjëherë të jesh mbytur, ku di unë. Jo. Të t'jenë marrë mend. Duhet patjetër të më ketë plasur gjakun nga sytë. Se parashikon situata apokaliptike. Më thua që më të tmerrshme që ka ndodhur. Atë karona i dritë në koka. Mirë për ty që nuk ka ndodhur, se po zakonisht performuesve në skenë s'para jo ndodhin kështu gjëra shumë rrallë. Është ajo adrenalina e skenës. Okej, për shembull, po themi situatë që është e sikletshme, nuk e di si funksionon në rastin e stand-upistëve. Është të harosh çka ke për të thënë. Po mira, jo, normale ndodh, po nuk është se sikletose, më haron, vazhdon me tjetrën. Vazhdon me tjetrën apo thjesht edhe përfshin këtë gjë që ndodhi harresën tënde tek. Jo, thjesht e le ikuja, e humbe momentin. Kështu që nuk ka një moment të dytë për ta rikthyer. Edhe mund të ndodhë që mund ta lidhesh me një detaj. Edhe mund të ndodhë. Po zakonisht kur haron edhe. Kujtohesh vonë pastaj punë e madhe fort. Pasi mbaron shfaqja kujtohesh po bëj haron. Si iku ajo batuta. Tani, ne do shkojmë tek hapësira muzikore. Do na thuash një këngë që ta vëm. Po jo death metal. Jo vajzat e fshatit tim. Më kishit para. Okej. Po duhet më këtë tash grupi e ka, banda e ka Rival Sons. Po tash më kujtohet titulli i këngës. Po në një këngë tjetër. Jo, po dua të më kujtohet. Ajo. Pikërisht ajo. Derisa të kujtohet ne nuk ikim. Po shiko, zgjidheni vetë një nga Rival Sons. Do më kënga e parë ose e dytë ose e tretë. Okej. Se besoj dalin më të mira të parat, kështu që ashtu e bëjmë pra. Tani e përshëndesim edhe Arten DJ, DJ-in më të mirë prej krejtëve. Pra se këtë doja të thoja. Shkojmë me muzikë. Mirë, jemi rikthyer. Po na dalin lot nga syta, ai kemi sheshur. Nga kënga si domun. E falenderojmë. Jemi këtu me Besin, me Violën edhe me DJ-in më të mirë, Arten DJ. Kemi edhe Martinin. Martin, na fal. Martin, të duam. Të duam. Sa i pandjeshëm që është. Si janë këta të rinjt. Ti qesh ndonjëherë me batutat e tua? Sa do më thotë ti e do Martin? Po pse mos ta duash? E dua si se dua. Prandaj erdha. Po të lutem, më thuaj. A ndodh të qeshësh edhe vetë me batutat e tua? Ja. Ndjej krenari, domethënë e kuptoj që kam gjetur diçka që mund të funksionojë. Edhe aty them, shiku më shkon mendja, shejtan jam. Po që jo të qesh, domethënë, thjesht e kuptoj që mund të krijoj të qeshura kjo lloj batute, po vetë
është si kjo puna që nuk guduliz dot veten. Besoj. Ja. Ja, e thoshte edhe një studim dje lexova që pse nuk e godiliz dot veten titullin lexova. Edhe cila ishte përgjigja? Po nuk e lexova shpjegimin. Ishte për je shkencore domethënë. Nuk e lexova shpjegimin, lexova vetëm titullin. Me që ishim tek ajo bisedë. Kush po e ndjek mund të na shkruajnë komente pse nuk e guduliz dot veten. Ne po vërtet. Do të jetë për çështje surprize besoj që ti e di që po të vjen. Po. Kur e bën vet. E ke përgatitur veten shpirtërisht, mos të qeshësh. Po s'ke pas asnjë situatë tipit ke thënë një gjë, ka qesh publiku e ke futur edhe ti të qesh përse s'po ndaloje dot. Në sken po. Sidomos kur të vjen një kështu e momentit, atë mund të rrshqasë në një buzëqeshje. Buzëqeshje. Po buzëqeshje, të qeshesh të qeshesh tamam me veten, si të flasësh me veten. Disa qesh shumë për zot. Ashtu? Për zot. Kam përshtypjen që duhet të kontrollohet. Ka ardhur momenti tani. Mosha bën vetë. Ngarkesa bën vetën. Po jo, nuk jo të qesh me të madhe kështu nuk. Jo, në fakt si natyrë nuk e di pse, po ti përshtypjen që nuk paraqesh me. Po jam natyrë serioze kështu. Po si ka mundsi? Po tash. Edhe stand-upiste dhe natyrë serioze. Po duhet të balancohen çik gjërat se po të isha tralala gjithë kohës, pastaj nuk do ndjeja as vetë ndryshim në sken. Tani, ka një problem të madh, sa serioze u bë. Që është problem. Filluan problemet direkt. Ka një problem të madh me artistët që përgjithsisht bëjnë humor, që edhe kur thon diçka serioze, pavarësisht mimikës së tyre të fytyrës, njerëzit nuk i marrin dot seriozisht. Ka ndodhur ty? Të marrin seriozisht ty domethënë. Ja, jam klon apo jam jo ka qenë, jo. Sa që sharake ti nga. Jo, e di këtë ndjesinë që kur shikon komedianti që është automatikisht po mua s'besoj, vetëm domethënë s'besoj, sepse besoj që nga ky farë serioziteti që ndoshta kam kështu si në pamje. Edhe s'kam parë ndonjë që të më shikojnë sy të qesh. Ose qeshin, ndoshta që qeshin tallen me mua, po jo. Dukesh që vjen për të qeshur. Egër sigur. Po ose ndoshta nuk jam marrë aq gjatë me këtë punë sa që t'ja u krijoj njerëzve këtë të qeshur me të parë. Mbase edhe se s'jam pak vite, nga 2018 the, po. Mirë, po duhet të jesh, besoj edhe duhet të jesh shumë prezent edhe publikisht edhe zakonisht ndodh me këta që janë nëpër televizione më shumë që i shikon në televizor gjithkohës, pastaj kur i shikon në rrugë të vjen kështu si për të qeshur. Ti e ke zgjedhur vetë këtë që qëndrosh në hije sa i përket hapësirës publike, intervistat i ke të ralla, daljet i ke të ralla, ndoshta mund të kishe tentuar në programe humori për të bërë diçka. Po s'më fton njeriu, po se çka kam zgjedhur unë. Sa i madh që është. E dua shumë të personazh. Pastaj këto programet këto si bëj dot për shembull çka që në Portokalli. Po nga e diti që nuk e bën dot për sa kohë nuk e ke provuar. Po sa aty duhet të kesh aftësi aktoriale, sa aty bëjnë personazhe më shumë. Ato se bëj, nuk është edhe është komplet zhanër tjetër domethënë, nuk është për mua ajo. Nuk është për mua. Ka nga ata që ndoshta thjesht e kanë gjetur veten, nuk mirë, po edhe nuk e kam as vetë si dëshirë domethënë që të jem në atë lloj formati. Okej, çështja e dëshirës pastaj është tjetër. Po, qëndron edhe kjo që nuk është se më kanë thënë që ore hajde provoj një herë. Që ftesë hap. Ne ja. Jo. Shiko. Ja. Po nëse do kishte ardhur 10 vite më herët? Prap se besoj se gjithmonë kam qenë shumë i sigurt në vete që nuk e bëja dot atë gjën. Plus i vajte nga rroga, se po të më thoshin ja, aty një shifër. Aty edhe tenton një gjë që s'e ke provuar më përpara. Po ajo zakonisht me sa kam dëgjuar atje fillon rroga normale, pastaj në bazë të suksesit edhe rritet. Pas hapje, në bazë performancës gjithmonë. Ashtu unë do të tentoj, nuk kam përtuar, domethënë, prandaj nuk kam. Prandaj s'kam qenë në Portokallirat kështu se kam përtuar. Megjithatë ky formati që ju kishit në Vision Plus deri para pak kohësh, mua më ka pëlqyer shumë personalisht. Po ishte i këndshëm. Ishit një kuartet aty, 4 veta, quintet, se ishte edhe një nga mbrapa që ishte vetëm zëri. Që ishin shumë. Ata që ishin shumë të bukur. Që dukeshin ishin 2 me flok 2 pa flok. Ishit kompozuar shumë bukur. Tregoj ndjes nëse të duket kështu, po thjesht
Po Po jo, humor. po s'ka gjë. Të kërkojnë ndjesë që të bullizoj, po Pra, si format, po them mua më pëlqente shumë, domethënë, më dukesh shumë in edhe brenda informatit televiziv ku ti ishe me zë dhe me Po. dhe me figurë. Po ai ishte pak a shumë një i formë podcasti, po pak me rregulluar, me strukturuar, se ishte edhe me skenar të para përgatitur, fusim edhe video që edhe i përgatisim edhe me AI edhe ishte goxha e strukturuar si emision. Jo, për të thënë që nuk je kaq shumë jashtë televizionit o burr, se thaj që nuk Jo, janë jashtë aktrimit, jo. Okej, Se kështu për televizion të thaj fare, po kur duhet aktrim aty aty çaloj. E kuptoj. Çfarë mendon që i bën njerëzit më shumë për të qeshur nga ty? Vdekja, ha? Po shpresoj që kanë ca këndvështrime që s'para i pret zakonisht edhe më shumë i bën surpriza për të qeshur se sa fakti që janë gjëra kështu për Në një formë zbulojnë diçka një këndvështrim të ri. Të pranueshëm nga pjesa më e madhe apo ka edhe skepticizëm? Po, ata që e din çfarë lloj humori bëj është totalisht i pranueshëm. Ata që se din ka pak kështu reagime të shokuara, jo, po që nuk para e pranojnë. Pastaj kur e shohin, nëse e shohin 2-3 herë apo e bëhet pak më shpesh edhe qasja e tyre me humorin tim, pastaj e pranojnë edhe ata se çfarë do bëjnë në fund të fundit. Do pranojnë. Një jetë kemi. Jo, mua më pëlqeu se po shifja një nga këto stand-upet e fundit të tua që dikush të çojë një dick pic edhe ishte fantastike edhe më pëlqeu shumë lirshmëria me të cilën ti e trajtoi, domethënë është një gjë që mund na ketë ndodhur të gjithëve, kupton? Po tash të gjithëve na ka ardhur një dick pic në atë, kupton? Edhe fatkeqësisht. Jo, më pëlqeu, Se fatkeqësisht më shijova. Okej. Është një gjë që s'ndodh sa. Kjo gjë më pëlqen. Ky këndvështrimi që ka Besi. Po, nëse do kishe përballë vetes një të ri i cili ka shumë dëshirë të bëhet stand-upist. Tash një të ri që do të dërgoj dick pic. Asi çka këshillë mund t'i japun. Shikoj si do ta bësh foton kështu nga lart që të duket. Po flisim për stand-upist. Çfarë do t'i thoj? Çfarë të thënë stand-upist? Që do të çoj. Një të riu. Një të riu. Që të mos qesh më po. Po mirë ti pse janë sikletë? Okej. Nuk kam sikletë, më qeshet. Edhe kur më kape qeshe, nuk e qeshe. Kur të kap hapi derën. Çfarë do t'i thojë një të riu që ka dëshirë të bëhet stand-up komedian edhe ka frikë ta provoj? Të heq dorë. Unë do t'i jabi jetën atij. Po të doli ta bëj, po doli. Është i madh, po të Sa i drejt për ty. Ja preu ëndrat aty të shkretit pa nisur akoma. Unë mund të jap këtë këshillën që japin këta të mëdhenjtë. Mos e ti ke punuar dhe me Ermal Mamaqin. Po, Ermal Mamaqi s'ka qenë stand-upist. Mirë, okay. Është kështu nga këto njerëzit që motivon. Ka për motivim thua, po mirë. Unë s'motivoj dot, jam çmotivues. Po këta ikonat e stand-upit thonë që vetëm duhet ta provosh, duhet të tentosh, edhe zakonisht duhet edhe të dështosh. Kështu thon këta. Po pra. Unë nuk i besoj këto gjëra, po këta kështu thonë që vetëm duhet të tentosh, vetëm duhet të provosh. Derisa një moment të dalësh. Dështimi pa humbur entuziazmin, thoshte. Ndiqni ëndrat tuaja në këto. Kush thoshte? Churchill. E çfarë thoshte? Dështim pas dështimi? Dështim pas dështimi pa humbur entuziazmin. Pasi ishte i përzgjedhur president apo para? Pasi. Po kur do me pasi e arrin atë dalin bën kështu, japin mend këta, po kur je para që s'ka asgjë atë. Atëherë sprovoj. Si këta që thonë që leku s'ta fal lumturin, këta që janë krye miliardër, po. Thuaj një herë kur s'të der rroga në fund të muajit. Ti na jep një lekun pa ta shohim pastaj, e kupton? Ta fal lumturin leku apo jo? 100%. Çfarë do bëje dot pa lek? Asgjë. Çfarë do bësh pa lek? Do bësh një apo janë zero që mund të marrësh diellin pa lek. Po e merr dhe me lek, pse mos e merr diellin ke dhe lek në xhep.
Po mirë. Se s'duhet të kem lekë këtu. S'është keq. Jo po për të folur për këtë teorinë që paraja s'blen lumturinë, edhe pse unë nuk e besoj. Si në gjithë tjerë. Mirë, pa është mjet. Që ta thjeshtëson shumë. Patjetër, se nëse je i sëmur një moment krejt papritur, do duhen ato parat për t'i dhënë një kur vetes ose për dil në diell. Dil në diell. Ne edhe diellin, edhe pse kemi me shumicë në Shqipëri, nuk e di pse pjesa më e madhe, sidomos e gocave vojnë nga mungesa e vitaminës D. Po, është përqindja shumë e lartë e njerëzve që s'kan vitaminë D. Po. Duket se është 80%. Le të flasim për mjekësi. Nuk di të them në shifra konkrete, po si shpjegohet kjo? Si është vërtet shumë e lartë. Se fare në diell. Domethënë, ja bëj një itinerar të ditës tënde. Zgjohesh në mëngjes, je brenda se s'fle jashtë normalisht. Po edhe jashtë po të flesh natë. Po, natë po. Vjen mëngjesi, shkon në punë. Po, maksimumi del 5 minuta në rrugë, se do i prapë në makinë ose në autobus apo me çfarë shkon në punë, zakonisht njerëzit që kanë pak larg. Edhe diell ku s'ka diell. 20 minuta në ditë nuk mjaftojnë fare, është kështu. Jo, jo, që ju kanë rënë flokët edhe ti po të bien gradualisht. Po mund mos e thuash, mos ndaj kupton. Mund edhe të na kursesh për zgjedhje. Ta që na ndjekin. Ta kursesh kolegun tënd, se është figurë publike. A mos ke se i martuar je, ç'ke? Jo, janë figurë publike, jo beqar. Po mirë, do t'ja mbjellin flokët. Okej, figurë publike i martuar. Shkojnë kështu që bjeri, me që si martuar bjeri. Se të thoja humba fare. Nëse merrni vitaminë D, kjo ishte. Ishte batutur, rojt ma mirë kuptoni, mos ma merrni për keq. Nuk dua të më shihni të dy me inat. Vitaminë D po thua për tullat lëkun. Për tullat lëkun. Ja, pse të marrim atë. Tani. Ore dëgjoj, para se të shkojmë tek lojrat. Unë së pyeta më kot ty pak më para për metalin, sepse edhe vetë kam qenë i apasionuar, edhe duhet që... A ke ndonjë gjë që s'ke qenë i apasionuar? Po nuk kam qenë rocker, nuk kam qenë rockstar, e thjesht dëgjoja. Mirë, tani unë të pyes se çdo kohë na zbulon nga një gjë të re. Jam tërë surpriza. A të lidhet figura e Gonit me metalar? Po pse lidhet? Pse me lidhje me të posu lidhje. Okej, mirë. Jo, duket shumë serioz, diplomat, profesor. Unë nga që një gamë të madhe metalarësh edhe mirë, di që nuk është e thonë ti je patjetër kështu me. Këtë drejt. Kërkoj ndjes. Ja, pra. Ama në falni. Ndjesa pranoj. Doja që të pyesja kush është banda jote e preferuar, po them përtej muzikës që ti bën, Deathit edhe Damit. Po ajo që të ka pëlqyer më shumë, po themi, ose disa, se mund të jenë disa, nuk është ata që edhe më kanë formuar, nëse mund ta them fjalën formuar, janë Metallica, ata. Domethënë e fillova me Nirvana, po u rrita u poqa me Metallica. Unë ata kam kështu. Se pastaj normalisht që kam ndryshuar shumë edhe shihet me kalimin e kohës, edhe janë rënduar e janë forcuar zhanrat. Po që Metallica janë ata i mbaj kështu në piedestal. E kuptoj, threshi tek që ja u di për faleminderit, po. E meritojnë këtë piedestalin. Na dëgjon James. Përshëndetje. Kemi këtu. Dëgjoheshim në Amerikë, jo për gjë, kështu që mund të na dëgjoj. Nëse kuptojnë shqip. Okej. Po Metallica e kuptojnë, edhe po s'kuptuan shqip. Ata do kenë ndonjë rrënjë shqiptare, se s'ka mundësi. Po, tjetër Pellazgi janë ata. Po. Se për këtë dëgjova të fundit që kishin nxjerrë kështu me rrënjë shqiptare. Po s'më kujtohet tani, nuk më vjen emri. Trumpin e kanë nxjerrë, Trumpin akoma jo. Akoma është shumë bjond edhe nuk po vjen akoma në pigment. Po duhet jetë kemi bjondën nga veriu, duhet jenë bjondët në Shqipëri. Po. Trumpi andaj duhet jetë nga hani hotit nga këto që. Okej. Tu kemi disa pyetje, një pjesë të cilave mund edhe të kemi bërë gjatë intervistës. Dhe do më bëni surprizë do. Po ti bëj sigur nuk je përgjigjur kur, okay? Dakor. Edhe do kthesh përgjigje. Mirë. Ta se do ndodhë në gjithë tjetër. Okej. Sa shumë pas keni investuar për të bërë pyetje. Jemi serioze? Jepi tani, para na lexo dhe ne, se nuk i mbaj mend kemi shkruar. Mund të bëj ato kështu. A ka ndonjë grup njerëzish që shmang ta prekësh në batuta sepse ke frikë reagimin, sa ke që lexova. A ka ndonjë grup njerëzish që shmang ta prekësh në batuta sepse ke frikë reagimin? Ani lexova mirë. Grup njerëzish jo shmang, po ndoshta mund ta evitoj kur
Në qoftë se shikoj që janë aty në sallë për shembull. Të tipit? Aty mund të më ka ndodhur që kam patur një batut me për tullat slëkur me që me që ka qenë kryefjala e momentit. Edhe kam patur një tip batute që kur më shikojnë tullecër të tjerë në rrugë më buzëqeshin kështu, sikur kemi ndonjë lidhjen e që me tullecër. Edhe batuta ishte që ku e di historinë time, se unë mund të jem me tumor për shembull, mund të jem me kancer dhe ku e di ti që më flet. E kuptoj. Pa e them kështu shkurtë, e kuptoj. Edhe më rastisur që kam patur njerëz në sallë, që ishin dukshëm në kemioterapi dhe aty jam ndier keq domethënë. Pavarësisht se shakaja nuk ishte spotale, isha me sëmundjen. Po që prapë nuk u ndjeva mirë dhe atë e hoqa fare si shaka pas se nuk e bëjmë. Okej. Këtu po e bëj për ju ekskluziv. Faleminderit. Vazhdojmë tek tjetra. Një zgjodhje ti më. Që sa shpejt hoqi dorë. Po jo, unë zgjodha një që pastaj kur të zgjedh tjetrën të marr prapë kutinë, të hap kutinë, që ta bësh nga fillimi. Ose mbushin te minutazhi. Jemi tek e radhës. A ke kopjuar ndonjëherë stil apo ritëm nga një komedian tjetër pa e pranuar? Po jo, unë kam kopjuar duke e pranuar, jo pa e pranuar. Okej. Po, patjetër që po. Sigurisht që ecim në rrugën e të mëdhenjve është. Si është ajo zanati vidhet apo jo? Po, patjetër. Domethënë jo copy paste, po që dhe është normale, është normale. Sidomos tematika të ndryshme ose nga një tek batut që ka bërë ai mund të lind një tjetër tematik, po që e merr frymëzimin edhe inspirimin nga ai. Që patjetër. Shkojmë tek pyetja e radhës. Ko që unë hatë sa kokoshka. Bëft mirë. Faleminderit. Çfarë mendon vërtet për publikun që nuk qesh? Isha nga ç'të më vinë. Me vete, kuptoj. Me vete. Gjithmonë me vetë? Pa jo, ka e kuptoj shumë mirë që nuk mund t'i pëlqej çdo njeriu, çdo gjë që bëj apo që them unë, që është shumë normale. Nuk më vjen mirë ku janë sa gjëra që unë jam i bindur që janë të mira dhe nuk i vlerësojnë. Po tash kjo jetë është e padrejtë. E ke parasysh atë këngën e Armend Rexhepagishit, festivalit 96-s, më duket? Cila? Ti nuk më meriton. Armendi është super artist. Është i madh. Kam shumë respekt për Armendin. Është i madh. Armend, nëse na dëgjon, e keni ftuar Armendin? Jo, tani që na kujton. Po bëjmë një ftesë publike. Po shumë interesante ai njeri. Vazhdo. Do më duhet të lexoj të gjitha, ja? Po, të gjitha. Ka që nga dhe me 2 reshta. A ka në një person në jetën tënde që është material i artë për humor, por s'të lejon ta përdorësh? Jo. Kaç koç? Për 2 arsye. E para një që s'ka person, edhe e dyta që nuk besoj që e kam arritur akoma atë pjekurin komedianistike që ta arrit ta bëj tamam komedi këtë pjesë të jetës time me personin, për shembull siç bëjnë zakonisht me gratë, bëjnë shumë ta komediantë e martuar që flasin për divorce, flasin i bëjnë shumë bukur këto humoret me këtë. Që ka një person që i frymëzon, po themi. Po. Unë nuk e kam akoma të pjekurinë e duhur, besoj për. Okej, po ndoshta në një fazë. Ose s'më ka ndodhur asgjë në jetë që jam shumë vetëm rigid në shtëpi. Vazhdojmë te tjetra. Cili është kompleksi yt më i madh si komedian? Ja, për këtë më duket s'kemi folur. Dhe jo vetëm si komedian, po edhe kompleksi yt më i madh në jetën personale pastaj. Kompleksi. Tu as lëku. Okej, bën sens. Jo. Po këtë është shumë fjalë e madhe kjo kompleksi. Kompleksi është a njëri pa komplekse fare. Tash edhe këtë s'mund ta them, po. Kam përshtypjen që i kam të gjitha komplekset, po pak të bara, domethënë kështu të baras peshuara, nuk kam një që është kështu që godet dominante. Po i kam të gjitha, jam shumë keq domethënë, po janë të baras peshuara të gjitha, nuk zgjedh dot një. Okej. Next. Ke bërë ndonjëherë batut që ishte shumë dark dhe ndjeve që e kalove limitin. Kjo është ajo që shpjegova pak më përpara. Pranohet.
E kalova testin. Kalove testin. Cili është fenomeni që e godet në skenë, por në jetën reale e bën dhe vetë? Ha, Sa i shpëtova pedofilist, ato do thoja, po nuk lexova pjesën e dytë. Shiko. Ku ka gjë që s'bëj unë, përveç kësaj të pedofilist, domethënë. edhe trafiku. Edhe trafiku dhe që njerëz. Po. Po, cila? Po nuk më vjen ta lexoj edhe një herë se nuk po. Lexoj pra. Merr Një kohën fenomen që e godas në skenë, Po që në jetë po që reale e bën bëj vetë. vetë. Tradhtia bashkëshortore. Okej. Pra no, çfarë themi? Më pëlqen. Kur të Më më pëlqen. do ta tradhtoj, po e shpall që tani që Oh. Më pëlqen sinqeriteti i këtij djali, valla, është Ama se ka të bën. është frymëzues, ëh. Vazhdojmë. a ka ndonjë komedian shqiptar që mendon se është i mbi vlerësuar? Jo. Jo, nuk Jo. ka asnjë. Gjithë Tash kanë. i mbi vlerësuar mund të jetë i mbi paguar, po kush jam unë që të them që ore, pse jepni kaq shumë këtij? Domethënë nuk besoj se ekziston si koncept kjo që Po është ti thuaje një herë. Jo, po nuk Apo ka, s- jo nuk nuk kam mendoj. vërtet se Okej, mirë, nuk mirë. besoj që ekziston si koncept kjo që i mbi vlerësuar apo i nën të nën vlerësuar mund të ketë, po i mbi vlerësuar s'mund t'i thuash njerëzve ore mos e Okej, pëlqeti. më i nënvlerësuari? Po tash as për nën vlerësuar. S'po më vjen as në një nën vlerësuar. Janë këta shokët e mi të komedisë, duhet të ishin shumë më të vlerësuar se që janë. Okej. Comedy Thursday në përgjithësi, përveç meje se unë jam fiks i vlerësuar siç duhet. Po këta të tjerë janë nën vlerësuar. Po ti je fiks, as Unë jam unë aty ku duhet. Hajde se i mbarove para kokoshkave të Fundis, mirë. po. Mos duhet i hajon këto apo. Jo. Ke qenë ndonjëherë tap në skenë kur? Asnjëherë. Asnjëherë. Gjithmonë. Jo, tap. Jo, ashtu ja. Ah, okay. Ja, Për atë lloj tape. Keq tash jemi njerëz me përgjegjësi. E po mirë, ç'të themi? Kështu vazhdoni. Ç'të do themi? Shkojmë Faleminderit. tek loja e ratës. Hajde se s'maruan lojra. 5 persona në 5 minuta. Duhet të fshihemi dhe duhet na gjej dikush. Duhet të bësh një mini monolog për politikanin tipik shqiptar. Seriozisht. Mini, shumë shkurt. Mini monolog për politikanin Tipik shqiptar. kur në botë kanë për ta bërë këtë. Ku do? Zë bëj kur politikanin, premtimet e tij zakonisht. Po këto humoret politike s'para më pëlqejnë. S'të pëlqejnë, a? Domethënë më shumë jam komentues i ngjarjeve politike apo që të ndërtoj një gjë kështu me baza politike apo që të tregoj se si funksionon politika apo korrupsioni në ta falim. përgjithësi. Hajde, fal. Falim se Nuk ka është, të jo, tjerë. po nuk është fushajime. Okej. Për maman tipike shqiptare. Pra monolog, duhet të bëj monologje për të gjitha këto. Me gjej ndonjë fjalë. Për mamat në fakt, për mamat dhe për gratë më bën shumë përshtypje këto kur shajnë njerëzit në komente që shajnë burrat edhe i shajnë nga gratë ose nga mamat. Po ti shaj atë o plak. Shaj atë tipin që po sham pse i shan gruan apo maman këtë tip, domethënë Këtë do e përdore për ta. këtë po, këtë do ta Okej. përdorja. Djalin që ka qenë 3 muaj në Gjermani ose në Angli ose wherever. Duhet ta njohim këtë djalin apo Ne të gjitha kemi një njëri shok, që njohim. një djalë në Gjermani. Jo në Gjermani. Po. Duhet i Çfarë bën për themi shkak? plagës të emigracionit. Më bën përshtypje, është që ke vjetër kjo këta që shkojnë rinë 2 javë diku dhe vinë flasin mezi flasin shqip. Si që fjalia pa thon si i thoni ujit ju këtu në Shqipëri, pa më plak një muaj ke që ke ikur. Po më kjo më bezit shumë me këta që ikin edhe kthehen shpejt, se kam miq që kanë 10-20 vite jashtë dhe kur vinë janë njësoj kanë ngelur atje ku janë. Po. Po edhe kjo nga një anë nuk është dashje mirë se vinë bëjnë ato muhabete që bënin që atëre kur ishim kalamaj në klasë të 7 edhe aty ju kanë ngelur. Aty ju filmi. kanë ngelur, ajo. Po. Po të paktën flasin shqip. Influencerat në një restorant teksa hyn.
Do duhen ngordur në dru. Po pse o buri? Kota për të thënë një. Ke natë influencerat? I natë si kam, po edhe në i respekt të madh nuk është e kam. Okej. Nëse Shqipëria do të ishte person, a do të fliste me ton autoritar apo me humor vetëmbrojtës? Me ton autoritar kam përshtypjen. Okej, mund të vazhdosh me të radhës sekond. Po ku është kjo? Okej. A do përdorte shumë un kam vuajtur në çdo fjali? Shqipëria? Po. Do përdorte unë vuaj shumë. Okej, Se vazhdo. ankohemi, vetëm ankohemi. Se e gjeta, prit, e gjeta. Nëse Shqipëria do të ishte person, a do ishte ai tipi që thot nuk jam perfekt, po jam unik? Po do thoshte edhe jam perfekt dhe unik, se ne jemi shumë, nga Shqipëria ka dalë bota. A do ndërpriste të tjerët në mes të fjalës? Po, këta e kemi shumë problem në fakt. E kam vënë edhe nga ju të dy sot. Na fal. Jo. A do kishte theks krenaria apo pasigurie, mos e kishe ti këtë gombonezi? S'ka Po gjë. tashmë- Ja, sapo tani ishte për vonë. Një shembull konkret. Tani të flasim tamam? Po krenarinë kemi. Ne me këtë krenarin mbahemi. Okej. Nëse Shqipëria do të ishte person, a do përdorte shprehjen ose shprehje si mos më gjyko se s'ke kaluar çka kam kaluar unë? Jo, se zakonisht Viktimizimin, se kemi në karakteristik. po kjo nuk është dhe aq viktimizim, është më shumë ta ta bësh tjetrin të logjikojë që ore Okej, vish këpucët e mia. kurse ne thjesht të kemi këtë vetëm ta ankohemi, po pa logjik brenda. Okej, çfarë kompleksesh do të kishte? Kompleks inferioriteti ndaj Europës? Po tjetër apo Jo. Jo ishte. Tu më repet. po këtë ndaj të huajve e kemi shumë kur vjen të huajt i presim sikur janë zota, erdhën perënditë e lashta në Shqipëri. E kemi keq e kemi këtu. Pavarësisht se ata mund të jenë Po vin mund këta të jenë për tokë fare. Jo, më janë këta që vinë me 2 euro në xhep edhe presin të kalojnë pushimet kështu vetëm. Bes, në fund fare ne duam që na tregosh një Barcelet. Ose një anekdotë ose Sigur ta kishim vazhduar edhe këtë me kompleks. Po pse po ti të gjithë s'ka komplekse të tjera. Ka të tjera. Çfarë Jo, dështimi ishte thjesht pyetja e parë. Jemi kështu. Ishte thjesht pyetja e parë. O zot. Okej. Kompleks superioriteti ndaj Ballkanit? Po apo jo? Jo. Okej, obsesion me çfarë mendojnë të tjerët për mua? Po, besoj. Frikë nga bregtisja? Jo. Sindroma më kanë keq kuptuar gjithmonë? Jo. A do të ishte shumë e ndjeshme ndaj kritikës? O çfarë fitoj unë me këtë një? Apo se po përgjigjem Një shumë, buzëqeshje. unë edhe mund të refuzoj të. Si ishte me kritik? A do ishte shumë e ndjeshme ndaj kritikës? Po, patjetër që po. Çfarë përfitim ti me këtë? Këtu jetojmë gjithë tani, mos na interesoj edhe vendi ynë i dashur. Dakor, jam dakor. A e pra. A do bëndet sikur si intereson, por në fakt e kontrollon çdo koment? Po këta e ka gjithë bota, nuk e kemi. Okej, mirë. Cila ishte pyetja jote e fundit? Barceleta, anë. Si ishte pyetja kjo? Po pra, tash vjen dështimi i radhës. Po ç'keni me mua tani, po më ktheni ato të jo. po më ktheni ato të tullat slëkut. Duhet të Jo. ka një që E gon? duhet të Po më ktheni dështojmë. ato të tullat slëkut. Ti si as tullat, shke. Po ti ishte Jo, besi nuk, jo, nuk ka lidhje. Po jo, më jo. Domethënë ideja është që do dështojmë deri në fund, mos ta thyejmë dështimin. Da? Se duhet të përzgjedh një që nga ato dy që di. Po është një me Do qeshim? të një të shkurtër. Hajde. Është kështu në kohët e luftës, këte nga luftat e Napoleonit, ku diun ato. Edhe po vinte dimri dhe komandanti i thot një ushtari prisa dru i thot se po vjen dimri të kemi të ngrohemi. Dhe fillon ky çanca dru. E shikon ky kështu. Thot ore, do shkosh ta pyesësh një atë kryeplakun e fshatit i thot, se si do e dimri mos digja ai se kryeplaku domethënë është plak i moçëm kështu. Po ishte nga mali matan që duhej në horizont. Merr kalin ky, ec 7 ditë dhe 7 net me kal. Arrin te plaku i moçëm i thot, o plak i moçëm i thot, digje si do e dimri këtë vit.
Dhe shikon plaku kështu në horizont. Dimri ftohtë do jetë, thotë. Merr kalin ky 7 ditë, 7 net. Kthehet, i thot komandanti, dore më tha që dimri ftohtë. E po bëhet sa dru, i thot ky se që dimri ftohtë. I futet ky çanë dhe dru të tjera. I ngret 2 reshta me dru. E i thot komandanti, ore, taksirat do ta pyesin atë plakun e moçëm, i thotë se si dihet tash. E më thotë ky se kush u thonë, ja do ta pyes. E merr kalin ky 7 ditë, 7 net. Shkon pyet atë plakun e moçëm. Normal se kali pa naft. E qëndron edhe kjo. I thotë, si do e dimri, thotë, marr më thuaj se shikon në horizont ky. Duhet shumë dimri ftohtë, thotë, bo, ç'më bëj, thotë. Merr kalin 7 ditë, 7 net, kthehet prapë te komandanti. I thotë, ore, më tha që duhet dimri shumë i ftohtë. E po do, çfarë sa do të tjera, i thotë. E ngre edhe 2 reshta të tjera me dru ky. E shikon komandanti, ore, sikur s'ma mbushin syrin mua këto drut. Do shkosh ta pyesësh çdo njëra atë. Merr kalin ky 7 ditë, 7 net, arrinte plaku i moçëm, i thotë, ore, ama shikoj atë dimrin si dojti, thotë, po ma thuaj të fundit, mos më kthej, mama. E shikon ky, shikon në horizont, i thotë, dohet një nga dimrat më të ftohtë që ka për në 50 vitet e fundit. Po ç'më bëre, i thotë. Merr kalin ky 7 ditë, 7 net. Kthehet te komandanti, i thotë, ore, më tha që duhet dimri mi ftohtë 50 ditet e fundit. Ora, ka fund. Po duhet të bësh druaj, thotë, bëj një kështu mal të madh me të fillon ky çaj dru. U lodhi shkreti 7 ditë, 7 ditë vetëm dru çau. E shikon komandanti, thotë, ore, do shkosh ta pyesësh njëra atë plakun e moçën ti, thotë, po mos ja filloj, do ta pyesësh se si dihet. Merr kalin ky 7 ditë, 7 net. Ndoshta Barceleta është e gjitha kjo dhe nuk përfundon ku. Edhe shkonte ky plaku i moçëm, thotë, ore, amani, thotë, ma thuaj të fundit, shikoj si do të dimri, ma thuaj të fundit, thotë, mos më kthem, se mbarova. Edhe shikon, i thotë, do të dimri të mërshëm, thotë, do të dimri mi ftohtë 100 viteve të fundit. A u tërbua fare ky, thotë, po ti ku e kupton njëri, thotë, nga ti si do të dimri, thotë. Po ja, thotë, shikoj andej në fund fare të horizontit, shikoj sa dru kanë bërë ata andej. Mendova. Po ngrihet. E bukur, më pëlqeu. Mendova se për një moment nuk do kishte kur fund kjo. 7 ditë, 7 Jo, net. kishte. Bes, faleminderit shumë Bes, që erdhe në Kinotek. Uroj të jesh kënaqur. Ne kemi edhe një dhuratë Kam dhuratë. Cineplex, pse u lodhe. E po tash, e vërtet. Bilet dyshe pa datë, mund të shkosh me këtë duash, kur të duash për filmin tënd të preferuar tek kinema Cineplex në QTU ose në Tek dhe ta ndjekësh. Shumë faleminderit. Ta gëzosh. Faleminderit. Faleminderit ty që erdhe. Ne u kënaqëm. Faleminderit shumë. Edhe unë u kënaqa. E më mirë. Tani na the edhe na lodh. Sot ke qenë me dy Se bëjmë shaka, me dy bëjmë shaka. tullecer. Sot, kështu që do jesh kënaqur. Ama sa personale e merr edhe ti. Pa imagjino. Magjik tash. Të zjeni ju mos e bëni më kurrë emision tash. Ja, no, jemi zën dhe kemi bërë prapë. Kështu që jemi zën edhe keq edhe ja kemi bërë prapë. Sa mirë. Kështu që do jemi sërish të mërkurën e ardhshme. Mirë, miq të Kinotekës, faleminderit që na ndoqët. Mos harroni na keni në YouTube, në Spotify, në rrjetet tona sociale, në Instagram dhe e dini po na pat rrugës na flisni se na bëhet çefi. Po kjo është kryesorja. Kjo është kryesorja. Ne do të shihemi sërish të mërkurën tjetër, deri atëherë të kaloni sa më mirë. Pafshim. Kinotekën sot, drita në çdo skenë 120 minuta mendime që s'flen. Nga filmit e libri, magjia që bashkon.